Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit maj për shenjën e Gafores. Gafore, në javën e parë të majit do t'jeni shumë të fokusuar tek financat, po mendoni për të ardhmen, po mendoni çfarë do të bëni në 10 vitet e ardhshme, çfarë do të bëni në moshën e pensionit, si do t'ja dilni, a do keni atë stabilitetin, atë sigurinë e dur, dhe do të keni guximin shumë për të bërë biseda që konsiderohen pak të sikletshme, tema që konsiderohen pak të vështira, dhe kjo vjen pikërisht me datë 1 maj kur kemi hënën e plot në Akrep. Hëna e plot gjithmonë ka ndikim tek Gaforet, sepse është pikërisht planeti që ju udhëheq ju, kur është në Akrep, aq më tepër që është shenjë uji dhe ka të intensitetin e fortë, ju jep guximin të përballeni me çështje që janë konsiderohen pak si tabu, pak si të sikletshme, siç janë për shembull financat e përbashkëta. Dikush, disa Gafore, nëse jeni në një marrëdhënie në çift të konsoliduar, të martuar ose dhe në bashkëjetesë, do flisni me njëri tjetrin, do kërkoni llogari, sa para fiton ti, sa para fitoj unë, më trego llogarinë bankare, sa ke shpenzuar, hajde të bëjmë një plan, si të mbledhim para më shumë, si të blejmë një shtëpi, si të investojmë të dy bashkë, çfarë do bëjmë në të ardhmen. Pra këto që janë pak ndonjëherë bën edhe tema si shkak për debate dhe për mosmarrëveshje, ju do doni me patjetër të flisni, të diskutoni, të qartësoni veten tuaj se ku jeni realisht në këtë fazë të jetës tuaj me personin e zemrës. Se gjithmonë aty ku shkon paraja, aty shkon edhe interesi. Nëse partneri ose partnerja juaj ka komplet një transparencë në lidhje me financa, do të thotë që edhe raporti është i shëndetshëm, është i sinqert. Nëse shikoni pastaj që ka pikpyetje, ka gjëra që pala tjetër nuk do t'i tregoj, nuk ju jep përgjigje, atëherë mund të filloni të keni edhe ju disa pikpyetje të caktuara, thoni prit se çfarë po më fshe, mos ka diçka tjetër. Nuk e shoh këtë pjesë, përdispozita është pozitive, është e mirë nga ana e të dyja palëve për të punuar me njëri tjetrin, por edhe nëse këtë bisedë nuk e bëni me partnerin ose jeni single, do të kërkoni llogari ose do të bëni disa biseda të rëndësishme me prorët, shefen tuaj, do thoni çfarë ofron kompania, nëse ka pasur ndryshime në strukturën e kompanisë, nëse ka pasur një fond pensioni që e kanë eliminuar, apo është shtuar një fond i ri pensioni, do të mendoni se si mund të kontriboni dhe ju, apo për të ardhmen tuaj në atë kompani, a keni mundësi që të rriteni në detyrë, të fitoni më shumë para, t'jetë një punë që nga ana profesionale ju keni rritje edhe në vitet në vijim, se nuk doni të qëndroni në të njëjtën situatë me të njëjtën pagë, sigurisht për vite me radhë. Pra të gjitha këto pyetje që kanë të bëjnë në mënyrë konkrete me gjendjen tuaj ekonomike do të jenë shumë të rëndësishme për ju në fillim të muajit. Keni parasysh që jemi edhe në këtë fazë, jemi edhe në sezonin e demit, dhe gjithmonë sezoni i demit sjell tema të tilla. Plus pastaj shikoj dhe një fokus shumë për ata që janë në një moshë të caktuar, Gaforet që janë afër moshës së pensionit ose kanë dalë tashmë në pension, mund të kërkoni edhe të shkoni në zyra, të shikoni nëse ju është caktuar shuma e duhur, apo të bëni dokumenta që lidhen me pikërisht me shumën që ju takon, doni që gjithçka të jetë e dokumentuar sa më qartë dhe t'ju jepet vërtet merita për vitet e punës që ju keni. Dikush mundet edhe të ketë udhëtuar, të ketë emigruar në një vend tjetër, nuk e dini sa ju takon si shumë, si pagesë në njërin vend, sa ju takon në vendin tjetër ku keni emigruar. Pra çështje të kësaj natyre do të jetë shumë mirë t'i zgjidhni dhe t'i sqaroni në javën e parë në fillim të muajit maj. Kurse në javën e dytë shikoj një person që mund t'ju bezdis disi, shikoj një situatë ku një person
që ka energji të fortë, ajri, mund të ketë ascendentin ose diellin në binjak, në peshore ose në ujor, mund t'ju sjell disa vonesa, mund t'ju sjell disa probleme. Ky person është një person goxha i irrituar, është një njeri, dikush e ka pjesë të familjes, dikush ka raporte pune me këtë person. Shikoj që nuk është racionale në mënyrën se si do të komunikoj me ju. Mund të bëj një koment që do t'ju bëj të ndjeni jo mirë, mund të ketë kritika të ndryshme ky person ndaj jush, gafore. E shikoj që ka një bazë inati, është një njeri që është vetëm, është mund të jetë femër ose mashkull në një mosh mbi të 45, është një person që momentalisht ose i ka ndodhur një situatë që është ndarë, është divorcuar dhe ka një lloj xhelozie ndaj jush. Sidomos gaforët që janë në një fazë të mirë me njëri tjetrin në çift, janë të konsoliduar në marrëdhënien e tyre. Kjo xhelozi do të vijë nga persona që ju njohin ose fjalët që do të thonë nuk do të jenë të mira. Dikush mund të zbulojë edhe një shtatzani, disa gafore mund të jenë në një fazë që jeni shtatzan, edhe sigurisht mendoni, thoni do vi bebi, duhet përgatitem, të kem mundësi ekonomike, si do ja bëj më vonë, të shohim ku jemi nga ana financiare, edhe ky person do t'ju kritikoj. Mund t'ju thot diçka që ju mërzit, mund t'ju thot diçka në këtë ekonomi, në këto kushte, në këto mundësi, pse po vendos të kesh një fëmijë, kjo nuk është koha e përshtatshme. Një diçka e tillë sipërfaqësore e pa rëndësishme që tregon më shumë atë vetmin edhe zymtësinë që personi ka brenda vetes dhe nuk ka të bëj me ju gafore. Prandaj më e mira është që ta hiqni nga vetja, ta anashkaloni këtë si këto fjalë, këto gjëra që mund t'ju mërzisin pak për momentin dhe ta riktheni fokusin tek dashuria që ju keni për njëri tjetrin. Dhe unë shikoj që keni një mbështetje të jashtëzakonshme nga ana e partnerit ose partneres tuaj. Vërtet gaforët që janë në një marrëdhënie në çift i shoh shumë të lumtur, shumë të dashuruar. Java e tretë sidomos do të jetë një javë fantastike për ju në pjesën e dashurisë. Dhe partneri ose partnerja do t'ju largoj atë mërzin ose fjalët, do ta kuptoni që për sa kohë që ju të dy jeni bashk, e mbroni njëri tjetrin, i jepni dashuri njëri tjetrit, çdo gjë, edhe pse situata mund të mos jetë perfekte nga ana ekonomike, ju çdo gjë mund ta realizoni edhe mund ta kaloni së bashku. Dhe kjo është më e rëndësishmja, se ndonjëherë të presësh kohën perfekte, ajo koha perfekte mund të mos vi kur, gjithmonë duhen më shumë para, gjithmonë duhet diçka tjetër. E rëndësishme është që ju të keni dashurinë edhe bazën e fortë me njëri tjetrin. Dhe sigurisht do të ketë pak frikë në këtë mes, sepse edhe nga orakulli, mesazhi për ju më thot pregnancy, shtatzani, fear, rabbit, dhe kush është gafore, por ka lindur në vitin e lepurit, do t'ju rekomandoja që ta kontrollonit vitin kur keni lindur, është shumë e thjeshtë për ta gjetur. Mund të kërkoni në Google vitin tuaj të lindjes dhe horoskopi kineze dhe shikoni nëse keni lindur në vitin e lepurit. Ky mesazh është specifik për ju. Shikoj që sigurisht keni pak frikë, gaforët e marrin shumë seriozisht, më shumë se çdo shenjë tjetër, momësinë edhe krijimin e familjes dhe janë ato pasiguritë, si do shkojë, a do jetë gjithçka mirë, a keni mundësi për të përballur të gjitha shpenzimet e çdo gjë tjetër, është më se normale kjo pjesë. Mund të jetë për disa gafore edhe shtatzania e parë, dhe sigurisht frika është pjesë më se normale e të gjithë procesit. E shikoj si diçka shumë të bukur për ju, për shkak të dashurisë. Ju thash dashuria, kritika mund të keni si jashtëmi nga njerëz të tjerë, por e rëndësishme është që në çift jeni mirë me njëri tjetrin, jeni bukur, jeni të lidhur, jeni shumë në harmoni të plot, keni gjetur vërtet atë që konsiderohet si shpirti juaj binjak. Edhe ato gafore që janë single, që nuk janë në një raport në çift, prap shikoj që keni
ose një shok, një shoqe, dikë afër jush që shpenzoni shumë kohë dhe keni shumë mbështetje, kjo shtatzani mund të lidhet me një proces krijues, sepse është i njëjti proces në aspektin energjetik kur ti je shtatzan, kur je në fazën që po krijon diçka të re, siç mund të jetë krijimi i një biznesi apo krijimi i një produkti apo krijimi i diçkaje që ti e publikon, artit është po ashtu është pjesë e procesit krijues. Dikush mund të jetë në këtë proces dhe të tjerët mund të ketë persona që thonë po humb kohë, kjo është një humbje kohë, është një gjë që do të sjellë para, pse po merresh me këtë. Ti e bën me dashuri, ti e bën me pasion dhe kjo ka më shumë rëndësi. Nga data 19 maj, Afrodita, planeti i të bukurës, planeti i dashurisë dhe i romancës, futet në shenjën tuaj, në Gafore, do të qëndroj me ju Gafore për të paktën 3 javë dhe kjo sigurisht do të jetë një periudhë shumë e bukur dhe e begat. Në javën e tretë për pjesën e dashurisë, do ndjeni rahat, do ndjeni mirë, do ndjeni të përkëdhelur. Pjesa ekonomike është pak problem për ju, a shikoj këtë gjë. Për atë stad që ju dëshironi. Pra, jeni momentalisht në nivelin e 7-ës, ju doni të jeni te 9-a, te 10-a, doni që diçka mungon, për dikë mund të jetë një banesë që nuk e keni bler akoma dhe doni të blini një shtëpi që të thoni ok, kam shtëpinë time, po e rregulloj, kjo pjesë është e mbyllur, jam rahat. Për dikë mund të kesh shtëpinë, por duhet të bësh ndryshime në ambientin e shtëpisë që ndoshta nuk i ke mundësitë ekonomike për të bërë ato ridekorimet apo ato ndryshimet e kuzhinës apo të ambienteve të ndryshme. Për dikë ke shtëpinë, po mund të duhet edhe një makinë, ose nuk e ke akoma atë buxhetin ekonomik për të pasur atë lloj stili jetese ku ti shkon me pushime, ku ti del, argëtohesh edhe e ke situatën mirë. Nuk je akoma aty, duhet punë Gafore, do duhet kohë, e rëndësishme është që ta shijosh edhe procesin. Jo të vraposh gjithmonë, se do ta bëj dhe këtë gjë dhe atëherë do jem mirë. Ta bëj dhe këtë dhe do jem mirë, sepse atëherë të ikën gjithë koha vetëm duke kërkuar, duke parë në të ardhmen dhe humbet momentin. Edhe ai procesi kur ti nuk e ke diçka, je në pritje dhe dal nga dal po e ndërton, edhe ajo ka bukurinë e vet, edhe ajo ka rëndësinë e vet. Kështu që shijoje procesin e ndërtimit së bashku. Shijoje procesin, se ndonjëherë njerëzit atë gjë kujtojnë. Momenti që ti arrin diçka, e arrite, gëzohesh për një javë, pastaj humbet interesi. Po çfarë kujtohet është mban mend kur kemi bërë këtë gjë, kur kemi bërë këto sakrifica për të arritur këtu. Ato janë pjesët që kujtohen. Prandaj jepini rëndësinë e duhur edhe rrugtimit Gafore. Unë ju uroj një muaj sa më të mbar. Nëse ju pëlqeu ky lexim, lutem më jepni një like, një koment. Mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos të humbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju falenderoj dhe bashkë do të dëgjohemi në videot e ardhshme. Gjithë të mirat, mirupafshim.